Ja konkretisht, këtë që po thua ti preç, po i bëj pyetje unë Agronit me rastin konkret. Zgjedhjet janë ato, festat e opozitës për të fituar e të realizuar garat. Vitin tjetër kemi zgjedhje lokale. Zoti Sheja, ju tani, si keni menduar të shkonin të zgjedhje? Mund të bashkëpunonin të shkonin në këto zgjedhje me Sali Berishën? Fillon që këtu. Me atë aktori. Me? E provuan, me aktori. A e provuan. Aktori ishte fitues. Një minutë. Mund të shkoni, jo, le tani, të bëjmë bisedë. E provuan, do të shkoni në zgjedhje me Sali në vitin që vjen, do të shkoni në zgjedhje me Sali Berishën? Jo. Jo. Një bushet. Ka diskutim. Sali Berisha do shkojë, do marrë ato votat e gjitha për shkak gjitha arsyeve të tam. Po edhe unë po të isha shkoj me Sali Beri, po pa tjetër. Se të shkojë? Shiko, kjo teza... Jo, po kjo teza e Bushatit se shumë ka nevojë për përgjigje. Nuk të thuash që, po ja, s'është faj i opozitës, nuk është faj i kandidatit për kryeministër, le të themi, nuk mund të thoni që Rama fiton sepse opozita nuk del me kandidatin e duhur, se janë dhe kandidatë të rinj. Qytetarët mund të zgjidhin midis Sali Berishës, Partisë Demokratike, Partisë së pa rinovuar, dhe të rinjve Agronit, Qorit dhe kështu me radhë të tjerë. Por nuk shkon kjo gjë, nuk është e drejtë. Sepse kur qytetari voton, duhet të zgjedhë midis dy kandidatëve për kryeministër. Ishte qartë që ne, si zgjedhjet të para, një parti e sapo krijuar, ti s'mund të më thuash fiton 5 vota e dobishme, është ligjësi në demokrati. Partia e madhe... Kështu që nuk vlen, nuk mund të thuash dhe një gjë të tillë, nuk është e drejtë. S'është e drejtë. Tani, është e pamohueshme që përveç përgjegjësive, pa diskutim të padrejtësive, të mungesës së garës, të mungesës së konkurrencës në zgjedhje, përveç asaj, krimi organizuar para të oligarkëve të gjithë, tani opozita ka përgjegjësi, nuk mund të thuash që ka bërë maksimumin. Jemi okej. Jo, një minutë. Ore unë, s'po them jo vetëm ka bërë maksimumin nga anë e kundër, do thosha unë. Tani ju lutem ta vazhdojmë. Ajo që duhet të them është, para se të themi që partitë e reja dështuan sepse morën vetëm 150.000 vota. Nuk dështu, u penalizuan. Sigurisht. Si la, nuk i la... Në një vend si Shqipëria do të... Sistemi diktatorial nuk i la, aq i la. Ne dinim që ditën e parë që do ishin të penalizuar. Pra, Agroni. Ne dinim që do ishin të penalizuar, jo vetëm nga maggjoranca, po ne do ishin të penalizuar nga opozita. Një sekond. Se ti haron, po ne kemi të sulmuar më shumë nga opozita sa nga maggjoranca, apo se shumë. Ishte pa diskutim. Tjetri. Por kjo nuk do të thotë që ne do të ndalojmë. Agroni sot. Nuk shkon në zgjedhje e vitit që vjen me Sali Berishë. Sali Berisha do shkojë në zgjedhje me autorazhin e vet, me Fatmirin, me të gjithë ata që janë aty. Dhe këtu, jo kriminal të vesh, por çfarë të duash, Rama fiton. Këta ikin më vete, dhe vazhdo. Fiton Saliva. Se e Drama që ka një idiot që kur e ka fitoren sigurt, bën pakt me krimin, shpërndan lek, andej e këtej, blen media, i kur e ka fitoren sigurt, nuk korruptohet me këto mërë. Bushat media është 5 vjetë tu. Jo, asë njerë si sot. Tani dashi për një shumë shumë të mirë që është shumë do me thënë. Asë njerë si sot. Fotografia, do me thënë unë ndryshe nga ty nuk e di Ramën për idiot. Posteri ku duke të alternat. Ti e di që e ka fitore në gjep, po bashkëpunon dhe me kriminellet, blen dhe Sandrin dhe Topin se i duen, po blen dhe ndërkombëtar se i duen, kur fitoren e kanë gjep. Jo, mër jo, e kanë gjep se ka korruptu gjithë shoqërinë. Ne kemi bashkë gazetarë për fat në këto 35 vjetë në Shqipëri, dhe ne të dy e di mirë që krimi gjithmonë, aq sa ka qenë, se dhe një mund të jetë më madh krimi, këtu je dakord me ty, ka qenë në anën e të forcës. Krimi ka qenë i ndarë, ja këta kanë qenë parti. PD-ja ka pas kriminalët e vetë, PD-ja ka pas të pasurit e vetë, sot i ka gjithë e Rama, dhe të pasurit dhe banditët dhe mediat. Pasurit... Deri para... Pasurit mos i themi emrat, apo jo? I kryoj Saliu. Që kryoj Saliu, mo. Edhe i muri Ramat gatsh. Po mos... Po si e dakord ti për këtë? Mos kundërshto për... Unë po të them, Edi Rama në opozit, me Saliu në diktator, kishte Fidel, kishte Koço, kishte Top Channel, kishte Vizion. Pra, me Saliu në diktator... Gjitha ta i mban mend të biznesmen të Edi Ramës. Edi Rama ka bërë opozit në regjimin e Saliut me biznesmen të vetë. Po ne nuk po mburi me Dramën, më dhe. Jo, pra jo. Po themi që këtu është shkatruar gjithë shka është bërë toke djegur, ndryshe nga që ka ndodhur
para se të vinte Leta Rama. rëzojë Saliu, Po dhe, Edi Rama. nuk se rëzon dot. Po tani që të më. Nuk e rëzon dot, më. Por ama, fakti që Saliu se rëzon, nuk mundet që ne Saliun ta përdorim si alibi se fiton Rama. Rama fiton se ka bërë Shqiprin tokë djegur. Dhe si ka dalë do një njëri për para që ti thot stop. Stop Edi Rama. Dhe më pak do i themi. Do të sjell një shembull. Se s'ka njeri që ti thot stop Edi Rama. Do të sjell një shembull nga Hungaria që ka vlerë për diskutimin ton edhe për argumentet. Kam ndjek më shumë vëmendje gjithë për gjatë 2 muajve kompanitë e sondazheve në Hungari. Disa për tyre kanë qenë dhe këtu. Bile kjo kompania amerikane që gjeti rezultatin e Trumpit për 1.2%, që ishte edhe me Shqipëri e pajtua nga Top Channel dhe ishte atje. Kompanitë e sondazheve veprojnë në një terren tjetër, në intimitet. Dhe më thënë, fotografojnë një gjendje reale. Kjo është ligjësi. Kush nuk pranon këtë, nuk do të shohë vërtetën sy. Brenda marzhit gabimeve, kompanitë e sondazheve bëjnë biznesin. Ato 2 herë po të dështojnë, jashtë marzhit gabimeve, ato humbin biznesin. Si merë kush. Pra ne, për pos rezultate që del nga kutit, kemi edhe fotografin që bëjnë kompanitë e sondazheve si biznese me dignitet. Dhe në Hungari, Urbani kishte hedhën në fush disa kompanitë vetët, si më thëmë, që ishin ashqyqare, ishin kompanitë financuara të qeverisë. Të gjitha kompanitë private fotografuan një rezultat që është pak a shumë ai që doli. Dhe në Shqipëri ka ndodhë kjo gjë, dhe sot ndodhë, sot që po flasim, ne, kompani sondazhesh të cilat e kanë gjetë rezultatin e zgjedhjeve brenda marzhit gabimeve, fotografojnë sot një PS që është zvogluar, por një PD që është zvogluar edhe 2-3 herë më shumë se sa Partia Socialiste. Pra ne jemi në një situatë ku alarmi është për të ngritur opozitën. Tashi ne po flasim këtu për gjithësinë, për ngritjen e opozitës, se ka një herë ato që i kanë dalë zot. Ata duhet të jenë më të alarmuar se ne. Cilat janë skemat, cilat janë zgjidhjet. Nëse duhet me ne në krye të opozitës, ata duhet vrasin mendjen se si të shkojmë drejt fitores. Do shkosh ti drejt fitores duke luftuar mendimin ndryshëm partinë tënde, del njëri do të kandidojë, thotë s'ka garë, po çfarë janë këto muhabete? Suel Qela prap, përmendte se ka 24 orë përmend Suel Qelën e këtu. Alibit më të mëdha që mund t'i jepen një qeverie, domethënë për gjithçka janë që opozita nuk bëhet gati. Unë them që nuk fiton opinionin publik, s'po them s'po fiton zgjedhjes se s'le Rama. Po them s'le Rama. Po fitoj një herë opinionin publik. Pra, kjo është pyetja themelore, mendoj unë që duhet ngrej njëri që është i preokupuar për shoqërinë.